حي على الصلاة حي على Thot pejgamberi alayhis salam, nuk ka ditë më të mirë se sa dita, ose nuk ka ditë më të mirë që lind dielli se sa kjo ditë e cila është e bekuar dita Kurban Bayramit. Allahu subhanahu wa taala e don më së shumti faljen ose kërkimin e faljes ose vllaznillëkun e don në këtë ditë. Ai që gëzon familjen sot, ai që shkon në shtëpinë e tij duke buzëqesh, duke fut hare dhe gëzim në familjen e vet, thot shpërblimi i tij nuk është tjetër përpos xhennetit. Po ashtu thot pejgamberi alayhis salam, thot kjo ditë, dita e Bayramit, është dita e dhuratave. Thot pejgamberi alayhis salam, tahaddu tahubbu, jepni dhurata, do t'ju shtohet dashuria mes juve. Andaj besimtari e ka borxh të nderuar vëllezër në këtë ditë me shpënda dhurat së paku për fëmijët, me i gëzu ata, me pa buzëqeshjen tek ata. O ju që keni besuar, keni frikë Allahun me një frikë të denjtë dhe mos u ndani prej kësaj dunjaje ndryshe veç duke qenë musliman. Thënia më e vërtetë është thënia e Allahut, ndërsa udhëzimi më i mirë që besimtari musliman duhet të udhëzohet është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe një ibadet prej ibadeteve të cilët besimtarët musliman, ku Allahu xhelle xhelalu ve xheleshanu i ka urdhëruar ata të cilët kanë mundësi të therrin kurban, është edhe për therrjen e kurbanit, domthonë dita e Kurban Bayramit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين سبحان مفتح أبواب التوفيق ومودئ الأسباب لمن هو في ضيق الذي شرفنا بيوم عرفة والعيد والأيام التشريك وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. O Zot, për nder të këtij Kurban Bayrami, ndihmoju të gjithë besimtarëve që të dalin nga ndjimtar ndaj çdo armiku kudo që paraqitet ai. O Zot, për nder të kësaj feste, na bën edhe më të ngulitur në kryerjen e obligimeve fetare. O Zot, të gjithë besimtarët shpërblej me xhenet. Sa e këndshme është aroma e Bayramit, dhe për tonë thellë në zemrën e muslimanit, dhe për tonë thellë në zemrën e muslimanit. Fëmijët janë veshur me roba të reja, fytyrën e besimtarit shkrep hareja, e ngjyrat e ndritshme përmbushin rrugët plot, kësi soj gëzimi në jetë nuk kam pardon. Sa bukur ndezën kandilat e urimit, tani më po fiket zjarri hidhrimit. Sa e këndshme është aroma e Bayramit, dhe për tonë thellë në zemrën
muslimani Dhe për ton thell në zemrën e muslimani Knat shpirtin dhe zemrën ky bajrami bukur Të gjithë njerëzit me brenga I bën të lumtur Pleqe fëmi gëzohen e përqafohen Me sy dashurie të gjithë po shikohen Sa bukur lezen kandilot e urimi Tani më po fiket zjari hidhrimi Sa e këndshme është aroma e bajrami Dhe për ton thell në zemrën e muslimani Dhe për ton thell në zemrën e muslimani Sa bukur mdezen kandilot e urimi Tani më po fiket zjari hidhrimi Sa e këndshme është aroma e bajrami Dhe për ton thell në zemrën e muslimani Dhe për ton thell në zemrën e muslimani Sa bukur mdezen kandilot e urimi Tani më